Nga qershori, një numër i bizneseve në Kosovë paguajnë çmimin e energjisë me tarifa jo të rregulluara. Për këtë, disa herë u protestua e u kërkua që të shtyhet vendimi për dalje në treg të lirë të energjisë. Madje disa kompani kishin dorëzuar edhe padi në gjykata. Së fundmi, Oda Ekonomike kishte dorëzuar kallëzim penal në Gjykatën Supreme, e cila edhe i shfuqizoi dy nene të udhëzimit për liberalizimin e tregut të energjisë. Por sipas ZRE-s, kjo nuk do të thotë edhe anulimi i vendimit për dalje në treg të hapur. Për këtë, nga Oda Ekonomike e Kosovës, thonë se me padi që kanë dorëzuar, do të detyrohen që bizneset të kalojnë me tarifa të rregulluara. Ende ZRE-ja nuk i ka kthy, mirë po tani me padit e reja do të detyrohet mi kthye në shërbisën universal, për shkak se gjykimi i Gjykatës Supreme është shumë i qartë, në gjuhën shqipe është i shkruar, edhe e udhëzon ZRE-n se thotë që bazën ligjore nuk e ki në rregull, do të me kriju bazën e re ligjore, për shkak se ka dalë për te kompetenca zyra rregullatorit energjisë elektrike gjatë interpretimit, dhe në këtë formë ka kriju një pasiguri juridike dhe një pasiguri ekonomike për bizneset. Sipas kryetarit të kësaj ode, Lulzim Rafuna, bizneset do të kërkojnë që të rimbursohen për dëmin që u është shkaktuar përmes kallëzimeve penale. Liberalizimi i tregut të energjisë ka sjellë edhe pasoja ekonomike. Ka shkaktuar një kaos në kostot operative të bizneseve, gjithë ka reflektuar tek rritja e kostove të aty për atyshme të prodhimit, të operacioneve në mënyrë zinxhirore, ka sjellë edhe deri tek rritja e çmimeve të produkteve që prodhohen në vendin tonë. Kjo reflekton në një mënyrë të tillë që i detyron bizneset ose të rrisin çmimet, ose të shkurtojnë kostot. Shkurtimi i kostove sigurisht që në masë të madhe përcillet edhe me shkurtimin e vendeve të punës, sidomos në kompani që kanë punëtorë të cilët nuk janë edhe shumë të nevojshëm. Vendimi i ZRE-s i ka detyruar bizneset me mbi 50 të punësuar ose me qarkullim vjetor mbi 10 milion euro të kalojnë në tregun e hapur të energjisë.